jeni ndarë në një mënyrë miqësore. Po, me mirë kuptim. Me mirë kuptim. Sigurisht Po kjo është... Pa knajsi, po... Sigurisht, por mendoj që kjo prap ka qenë rrallë për kohën, është rrallë edhe tani që të ndahesh me mirë kuptim. Pastaj edhe kujdesin për vajzën, besoj u mor ajo. Për vajzën është kujdesur gjithmonë ajo. Ti ke qenë prezent? Kam qenë prezent, po tashi që shof në mbrapa, mbase jo aq sa duhet. Okay. Kam qenë prezent, kam përpjekur, po edhe unë me këtë pjesën time, edhe për fat mirë, se thonë nga herë donë që një vajzë që rritet pa baba i ndërlikohet i qikjeta, sigurisht që mund tjetë e vërtet diku kjo, po ajo së shrit pa baba, se baba e kishte, po të pranishëm për ditë. Këtu sigurisht ka të bëj pastaj e joma. Dhe unë kam fatin që të dyja vajzat i kam si dhurat, për janë rritur në mënyrën më të mirë dhe përveç krenarisë asgjë tjetër nuk më kanë dhënë.